Një tavull. Çfarë është ky objekt? Tavulla është një kazan mbeturinash për cigaret. Është një kazan mbeturinash me një qëllim specifik. Për mbeturinën specifike. Tavulla përdoret nga njerëz të caktuar, nuk e përdorin dot të gjithë. Është një objekt i rëndësishëm për një duambirës si unë, po jo më i rëndësishëm se sa një cigare. Se fundja mund të asajosh një tavull, po nuk mund të asajosh një cigare. Ka lloj-lloj tavllash. Ka tavlla të thjeshta, me dizajne të ndryshme, të lira, mesatare. Ka tavlla që kushtojnë edhe $10 milion. Tavlla më e vjetër që ekziston ka qenë në periudhën e egjiptianëve të lashtë. Nuk imagjinoj dot egjiptianët e lashtë të pinë slips. Po edhe sikur ajo më e thjeshta, apo ajo $10 milion. Tavlla ka vetëm një qëllim. Është kazan mbeturinash, objekte që nuk duhen më. Për mua tavull është çdo gjë. Unë cigaren e hedh edhe në rrugë në qoftë se nuk kam tavull. A nuk është edhe rruga një tavull e madhe? Se në qoftë se nuk kam tavull, nuk do ta fik cigaren në xhepin tim. Xhepi im nuk është tavull. Ky jam unë, 32 vjeç, edhe kam 9 vjet që e përdor këtë qytet si tavullën time personale. Por ndërkohë që unë e përdor ashtu, ka dhe shumë të tjerë si puna ime që bëjnë po të njëjtën gjë. Ekziston një sëmundje kolektive në këtë vend, një sëmundje që na infekton të gjithëve. Të gjithë individ, po asnjë i veçantë. Të gjithë me mendimin e tyre personal, po askush s'ka mendim origjinal. Kjo sëmundje nuk është ngjitëse. Këtë sëmundje e zgjedh. Këtë sëmundje e pranon me dëshirë. Këtë sëmundje e pranon dhe nuk përpiqesh të shërohesh. Ka dhe nga ata që kërkojnë kurën, ka dhe nga ata që e kanë gjetur. Por ata nuk janë më këtu. Ata kanë ikur. Janë dëshëruar diku tjetër, diku lart kësaj tavlle. Në një tavull tjetër, pak më të pastër se kjo. Tavulla është e mbushur me hije dhe bishta cigaresh. Kjo tavull ka kopa o pastruar. Në qoftë se kjo tavull do të ishte tavull e vendosur mbi një tavolinë të një kafeje, kamarieri u shulur mbrapa banakut me kokën e ulur mbi telefon, edhe nuk ka ndërmend ta pastrojë. E ka haruar. Ose nuk do të merret fare me të. Është një veprim shumë i ulët për të. Se mendjen e ka të rritë shikoj makina luksoze në TikTok. Të ndëroj që një ditë do të bëhet edhe ai si gjithë ata që shikon aty brenda. Do iki dhe ai në shtrejt të pasurohet shpejt. Edhe pastaj të kthehet prapë në këtë tavull të pistë, edhe do ta ndot akoma më shumë me tymin e cigares të tij me rrota të shtrenjta. Por ai nuk e kupton që është një cigare. Edhe cigaria si çdo gjë tjetër ka datë skadence. Nuk e kupton që edhe ajo do të përfundojë bashkë me disa cigare të tjera të pista, të shëmtuara dhe të përdorura në tavull. Nuk e kupton që pasi dikush do ta shijojë dhe do ta përdor, do ta hedh aty në tavull. Një objekt që nuk do t'i duhet më askujt. Një copë plastike dhe hiri. E panevojshme. Një copë plastike dhe hiri. E panevojshme. Një copë plastike dhe hiri.
e panevojshme.